Kemi parë ne që në fillime kishte element të mitur, të cilët shkonin, provokonin, ngjunin policët dhe një polici i ri që bëri edhe përshtypje dhe e përgëzoi për mënyrën se si e menaxhoi situatën, se jemi gjithë njerëz me gjake, me mish dhe në një moment caktuar dhe mund të i kalojmë përtej kompetencave, por e mbajtje në mënyrë krejt paqësore. Pra, kur kemi ne struktura policie që rezistojnë përballë tyre provokime, por nuk rezistojnë dot përballë armëve djegëse, atëherë nuk kemi më të bëjmë me tejkalim kompetencash, por kemi të bëjmë me një mbrojtje efikase, e cila për shkak të profesionalizmit mund të ketë shmangur ngjarje shumë të rënda. Në media ka cirkuluar dhe një foto, madje dhe video, e një grupi të rinj, të cilët ishin rrethuar nga disa pankarta, me kapuç dhe jashtu quheturi grupi Zjarrit. E pash, që tu fillon të lexosh ti që nuk kemi. Dhe janë të arrestuarit, le të themi. Që këtu kupton që nuk kemi të bëjmë me irritim popullor. E di çfarë do thotë të ketë irritim popullor? Çfarë janë? Pra këtu dukshëm që janë njerëz të instrukturuar. Strukturë e vogël, e cila është e trajnuar për të kryer veprime jashtë protokollit të një proteste paqësore. Janë të instruktuar? E kanë të qartë qëllimin e tyre se çfarë do bëjnë protestë? Ne në strukturat e sigurisë për të krijuar një informacion të tillë na duheshin paktën 2-3 javë kohë që punojësit fillestar të fitonin disa instikte të reagimit në grup. Nuk është shumë e lehtë të reagosh në grup, të dish të mbrohesh, të dish maskohesh, të dish veprosh, të dish sulmosh, të dish tërheqesh. Është tani ose ne kemi popull gjeni dhe instinktivisht bëjmë veprime të tilla, ose jemi njerëz të cilët jemi të trajnuar dhe të përgatitur për të kryer një veprim të tillë. A na çon të pika themi në fillim ku nuk kemi të bëjmë me protestë, me irritim qytetar, por kemi të bëjmë me irritim të individëve të caktuar, të cilët për interesa personale kërkojnë të djegin policë. Nuk më vjen mirë të them kështu, kam qenë vetë protestues, nuk përjashtohet mundësia të jem vetë protestues. Patjetër kur preken interesat, po unë nuk jam dhunues. Unë nuk djeg. Në aspektin politik, Zoti Basha, çfarë mesazhesh përcolli kjo protestë? Shiko, solli mesazhe që akoma opozita nuk është gati për të thirrur protestë qytetare. Është aty, arrin të mbledhi strukturat e partisë nëpër rrethe, i organizon, deri diku duhet falenderuar strukturat sepse nuk u përfshin në akte dhune. Ju e pat, pas përfundimit të fjalimit, të gjithë u shpërndan ikën për shtëpia, ngelën 30-40 veta, të cilët ju sulën edhe pa logjik, sepse shiko, pse shkon te parlamenti, kush është qëllimi në orën 9 darkës? Po zhvillohet një seancë, shko ditën e njëjtë, me qytetarët ditën e njëjtë, ditën e martë kur ka seancë plenare, thuj, unë me këtë projekt ligj nuk jam dakord. Edhe shkon reziston aty në 12 ditës kur të filloj seanca, mos e lejon zhvillohet. Po në darkës çfarë do në ke kuvende? Që çfarë qëllimi? Aty garda është. S'ka njëri.